Në gjirin e Akabës, shkencëtarët kanë zbuluar pishina me shëllir, rreth 4000 metra në det, të vendosura në një rajon që lidhet me tregimin biblik të ndarjes së detit të Kuq. Këto pishina, të publikuara në mediat ndërkombëtare, përmbajnë ujë shumë të kripur dhe pa oksigjen, duke krijuar një mjedis unik që ruan të dhënat të lashta mjedisore dhe mbështet jetën mikrobike. Ato formohen kur uji i kripur del nga fundi i detit, duke krijuar një trup uji që nuk përzihet me ujin përreth. Për shkak të densitetit të lartë dhe mungesës së oksigjenit, sedimentet mbeten të paprekura, duke u bërë arkiva natyrore të ndryshimeve klimatike dhe sismike. Studimet tregojnë se përmbytjet e mëdha ndodhin çdo 25 vjet, ndërsa tsunami një herë në shekull, ofruar të dhëna të rëndësishme për parashikimin e rreziqeve të ardhshme. Përveç kësaj, këto pishina ofrojnë një dritë në kushtet e tokës së hershme, duke u bërë një laborator natyror për studimin e origjinës së jetës. Shkencëtarët zbuluan mikrobe ekstremofile që mbijetojnë në këto kushte, duke ndryshuar përbërjen kimike të pishinave. Kjo ka ngjallur interesin e astrobiologëve, pasi mjediset të ngjashme mund të ekzistojnë në hëna si Europa ose në Mars. Vendndodhja e këtyre pishinave në gjirin e Akabës shton një shtresë intrige në një rajon me rëndësi fetare, historike dhe gjeologjike. Zbulimi shton një dimension të ri misteri në një vend tashmë të pasur me histori dhe kuptim shkencor.